Në cilësinë e kallëzuesit të çështjes, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Palla ka dhënë dëshminë e tij për dosjen Partizani në gjykatën e posaçme. Për tokat e zeza, shefi i deputetëve socialist ka pretenduar se procesi i privatizimit të ish klubit Partizani nuk është zhvilluar sipas procedurave ligjore dhe përfituesit kanë shfrytzuar pushtetin në lidhjes së tyre familjare, konkretisht atë të kryeministrit të kohës Sali Berisha. Balla theksoi se në një kohë rekord brenda 6 muajsh u bë procedura për njohjen dhe kthimin e Godinës, duke shtuar se kompleksi Partizani ishte hequr nga plani për hapjes së ushtrisë. Më herët, para se do dëshmonte në seancë, në një deklaratë për mediat, Balla u shpreh se drejtësia e re po çmonton korrupsionin sipas tij shumë vjeçar. Unë besoj se shqiptarët sot kanë më shumë besim te drejtësia dhe drejtësia është një institucion i cili po forcohet dita ditës. Ajo që mendoj unë që politikanët që vinë këtu duhet që të mbështesin drejtësinë, të mbështesin punën e lavdrueshme të prokurorëve të prokurisë posaçme, të cilët po të shmontojnë korrupsionin shumë vjeçar në Shqipëri. Gazetarëve u siguroi se i qëndron kallëzimit, pasi sipas tij ky është një rast tipik i korrupsionit të nivelit të lartë. Këtij kallëzimi tu e kam sjellë me vete, i qëndroj fjalë për fjalë. Ky është rasti tipik i korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Madje për të mbështetur kallëzimin e tij gjatë seancës, Balla u shpreh se në vitin 2008, Berisha ka qenë kryetari i Agjencisë së Zhvillimit të Territorit dhe se në të njëjtën kohë është bërë dhe ndryshimi i destinacionit. Ndërkohë, gjykata e posaçme në seancën e kaluar pranoi dhe kërkesën e mbrojtjes së Berishës dhe Maltezit për të thërritur si dëshmitar dhe kryeministrin Edi Rama. Ky i fundit pritet të dëshmojë në cilësinë e kryebashkiakut të Tiranës, i cili sipas mbrojtjes së Berishës ka firmosur ndryshimin e destinacionit të truallit të ish kompleksit Partizani nga terren sportiv në truall për ndërtim.